Unë e them me shumë qejf me të drejtën, Muzex është në terma të përgjithshëm është Expo festivali i parë në Ballkan i muzikës dhe arteve kreative. Bëhet për herë të parë në Ballkan dhe bëhet pikërisht në Tiranë. Por për ta shtjelluar akoma më tepër është një nga projektet më inovative në fushën e muzikës edhe të artit në Shqipëri dhe jo vetëm, sepse bëhen bashkë për herë të parë agent biznesi, menaxher, përfaqësues kompani shumë të njohura, përfaqësues festivale shumë të njohura, organizator festivalesh dhe koncertesh. Pra janë të gjithë ato aktor të fushës së muzikës dhe arteve edhe të entertainmentit që bëhen bashkë në një vend të vetëm. Dhe kjo është një mundësi shumë e volitshme për të gjithë ata që janë interesuar pas muzikës apo këtij profesioni, por jo vetëm, por edhe për dashamirësit e muzikës edhe artit, për të ardhur dhe për të qiuar një ambient që ne kemi konceptuar shumë cool. Por nga ana tjetër, në orën 7 të darkës, të gjithë kemi mundësinë pastaj që të gjithë ato lodhjen e gjatë gjithë ditëve ta çlirojmë me 3 net festivalesh të dedikuara të 3 rrymave muzikore, ku natën e parë, natën e premte do të jetë e dedikuar muzikës elektronike, natën e dytë do të jetë e dedikuar muzikës hip hop dhe natën e tretë dedikuar muzikës rock and roll. Nuk do të ketë vetëm një artist, por do të ketë disa artistë